Pse duhet të votojnë për ju qytetarët? Ndershmëria, disiplina dhe përkushtimi janë 3 virtytet e mia kryesore. Si do ta bindni elektoratin se do ta mbani fjalën? Për shkak se e kam mbajtur fjalën në 20 vjet. Cilat janë 3 gjërat që do t'i bëni sa ta merrni detyrën? Nëse në 100 ditë të para nuk e sjell korrupsionin në zero, nuk e bëj çajirin më të pastër, nuk mbetet një dosje e legalizimit shtëpive për kushzim, unë nuk e vazhdoj më. Çfarë të vjen keq që nuk e ke bërë deri më tani? Ndryshimet kushtetuese. Pse pushteti lokal më mirë se sa ai qendrori? Lartësia e politikës vlerësohet nga afërsia ndaj qytetarit. A do votojnë qytetarët sipas bindjeve apo interesit? Qytetari i çajirit ka dinjitet dhe ai do votoj sipas bindjes. Votat e maqedonasve a janë jetike për fitoren tuaj? Votat janë të qytetarëve. Pika e dobët e kundërshtarit. Qeverisja 20 vjeçare e cila çajirin e ka sjell para kolapsit total, ka lënë çajirin dhe ka dalë të jeton butel. Pika e fortë e kundërshtarit. Mickovski tenton t'i ndihmon maksimalisht. A do ta pranoni humbjen? Nëse janë zgjedhje të rregullta, vendimin e popullit gjithmonë e kam pranuar dhe e pranoj. Do t'ja jepni dorën? Do ja jap dorën popullit për çfarë do vendimi që të merr. Mesazhi juaj në fund për votuesit. Mesazhi im është që njerëzit e kanë pritur këtë ndryshim dhe tani e kanë mundësinë dhe i ftoj të dalin të votojnë.